Mandati i fundit, Edi Rama jep dorëheqjen. Në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në Shqipëri, një lajm i bujshëm po qarkullon në skenën politike vendase. Edi Rama, kryeministri aktual, i cili po kandidon për mandatin e tij të katërt, ka bërë një deklaratë të papritur duke premtuar se ky do të jetë mandati i tij i fundit, nëse fiton zgjedhjet e ardhshme. Ky njoftim vjen në një moment kur mbështetja për Partinë Socialiste duket se po lëkundet dhe elektorati shqiptar shfaq shenja të qarta të dyshimit nëse duhet I besojë sërish pushtetin e Edi Ramës apo të zgjedhë një alternativë tjetër politike. Kryeministri I ndërgjegjshëm për këtë ndryshim të perceptimit publik po merr hapa të rëndësishëm për të siguruar mbështetjen e nevojshme për një fitore të mundshme. Deklarata e tij për dorëheqje pas një mandati të mundshëm të katërt duket se është një pjesë e një strategjie më të gjerë politike. Rama ka theksuar se ky mandat do të jetë I fundit pasi ai dëshiron të përfundojë punët që ka lënë të papërfunduara, duke sugjeruar se mandati I ri do të fokusohet në konsolidimin e projekteve të filluara dhe jo në nisma krejtësisht të reja. Ekspertët politike shohin si një lëvizje ose një përpjekje të kryeministrit për qetësuar shqetësimet e votuesve, lidhur me një qëndrim tejet më të gjatë në pushtet. Duke premtuar largimin pas mandatit të katërt, Rama po tenton të sigurojë votuesit që nuk ka ambicie për të krijuar një pushtet të përjetshëm dhe se është I gatshëm t'i hapë rrugën një brezi të ri liderish. Megjithatë, skeptikët pyesin nëse ky është një premtim elektoral I cili mund të ndryshojë pas fitores së zgjedhjeve. Opozita ka reaguar duke I quajtur këtë deklaratë një mashtrim të radhës për të tërhequr vota. Pavarësisht retorikës, duket qartë se Edi Rama po luan të gjitha kartat e mundshme në këtë fushatë elektorale. Në fjalimet e tij të fundit, ai ka theksuar vazhdimisht nevojën për stabilitet politik dhe vazhdimsi të reformave të nisura, duke argumentuar se një ndryshim në këtë fazë do të rrezikonte shumë në arritjet e deritanishme. Mbetet për të parë nëse ky premtim për dorëheqje pas mandatit të katërt do të jetë I mjaftueshëm për të bindur votuesit e pavendosur. Zgjedhjet e ardhshme do të jenë një test I rëndësishëm jo vetëm për Edi Ramën personalisht, por edhe për të ardhmen politike të Shqipërisë në tërësi. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like edhe subscribe.